Në kineman botërore thua? Në kineman botërore, sa arte mangut është kinematografia? Jo, tani kinematografia botërore t'i jep gjitha. I ka të gjitha. T'i jep gjitha, Okay. po, pastaj varet ç'a zgjedh ti sot. E kuptoj. Zgjedh ti nëse do diçka që është e zhveshur nga gjitha këto që thash unë. Se për shembull, kam përshtypjen që jo domosdoshmërisht apo kjo është e sigurt që të gjithë filmat kanë një kompozitor muzike. Jo. E thash më përpara që sot për shembull ke plot, sidomos në Shqipëri, ke filma pa kompozitor, nuk ka një kompozim, nuk ka një kolonë zanore për filmin. Nëse më përpara flisnim për kompozime të jashtëzakonshme dhe unë do përmend Haik Zaharianin te Dora Ngrot për shembull që është mrekulli dhe po flasim për kompozitor që janë nivelet e Ennio Morricones, mos s'po bëj shaka, këtu janë njerëz që kanë punuar shumë. E keni dëgjuar ju kolonën në fillim të verës, që është një kolonë zanore mrekullueshme, apo Lulkuqet mbi mure për cekull më të famshme. Ajo është sot do ishte Oscar worthy, do ishte patjetër për tu sepse edhe ata që i kanë kompozuar janë kompozitorë të mirëfillt të muzikës klasike. Janë njerëz që kanë punuar pafund dhe sot na mungon. Po në botë për t'ju përgjigj pyetjes tënde, ti ke sot dhe kineman autor që është absolutisht në linjë me gjithë këto që unë përmenda dhe janë dhe filma që çdo vit dalin me shumë vlerë artistike. Dhe do shkojmë edhe te diskutimet që nxjerrin në pa problematika, po unë them ta marrim pak shtruar edhe ta njohim pak më mirë Erionin dhe pasionin e tij për botën e kinematografisë. Filmi i parë që ke parë mban mend cili ka qenë? Jo, është e pamundur, po besoj se një nga filmat e parë që un kam parë është patjetër film shqiptar dhe me shumë gjasa është O Mimoza Llastica o Beni ecën vet. Për shkak edhe të asaj që na servirej nga prindrit tanë dhe patjetër ky, ndërsa tek filmat e huaj nuk di ta them, mund të jetë Mbreti Luan, mund të jetë Matilda e 94-s me Danny DeViton që është shumë i mirë për të rritur fëmijët e ka shumë mesazhe të mira, po nuk di ta them. Po megjithatë Mimoza Llastica do ishte perfekt. Pse ma lëpi veç Halpin? Aty ka qenë, no? Po, dhe po e remasterizojnë tani, po e sjellin 4K, arkivi qendror. Okej, ja këtë nuk e dija për shkak që ishin duke punuar, se di që Kapedani është bërë, disa filma të tjerë. Po, 10 filma. Mbaj shënim datën Vjola të shkosh të shohësh Mimoza Llasticën. E kam pasur shumë qejf. Them ta nisim pak nga filmat shqiptare dhe të me kontribut më fal të Teuta Doçit që është aktore tek filmi. Pra është një ish aktore që ka pranuar të kontribuojë për remasterizimin. Fal që ndërpreu. Okej, super fare. Lajme Teuta Doçi nuk është ajo që luan aktor protagonist. Jo, protagonistja është një nga vajzat që është në film. Për të dalë tek kjo pikërisht, pra tek kinemaja dikur dhe kinemaja sot në Shqipëri. Ti si mendon që duken në raport me njëra tjetrën? Apo janë dy gjëra që nuk mund krahasohen, sepse ndodh shpesh që ne fillojmë të kritikojmë këtë kineman që kemi sot për shkak të asaj që kemi pasur dikur, për shkak të aksesit kufizuar të teknologjisë së përdorur në ato vite dhe shumë gjërave që janë përmirësuar tashmë. Por a mundemi realisht ne ti krahasojmë këto të dyja? Krahasimi është shumë i padrejtë, po nëse ti më bën pyetjen dhe më thua kush kinema është më e mirë, s'ka nevojë të përgjigjem. Është përgjigja vet, kinemaja Kino Studios do na duhet shumë punë të kthehemi tek ata, sepse ata kishin fatin të punonin, duke qenë se sponsorizoheshin, censuroheshin e 1000 gjëra të tjera mbrapa, por sponsorizoheshin për të bërë diku te 14 filma në vit që ishte tip norme. Tani këtu hapen shumë diskutime, po mos së paku ata njerëz uleshin dhe punonin për të bërë një film. Sot që të bësh një film në Shqipëri, fjala punë është shumë abstrakte. Pse? Sepse duhet garantosh të ardhurat që janë jo të ulta, atëherë sponsorizonte çdo gjë partia dhe sistemi, ndërsa sot duhet gjesh të ardhurat dhe filmi më për tokë sot fillon me 50.000 euro. Çmimi për ta sjellë në jetë. Që besoj prapë është një buxhet i vogël. Më shumë, unë po them më për tokë, domethënë diçka vërtet minimaliste. Ndërsa për shembull në filmat e Kino Studios është një shot që unë e kam përmendur shumë herë te më duket e filmi Ball për Ball, ku në një plan vetëm kemi në ndecen tankun edhe një avion luftarak që nisen dhe janë në një plan vetëm. Dhe sot ti që ta sjellësh në jetë atë sekuencë të duhen miliona euro dhe nuk i ke këto gjëra. Po, duhet blesh një avion luftarak, duhet blesh një ndece edhe një tank. Dhe ne kemi asnjë ndece. Kemi në Gjirokastër tank në Mosgabon. Jo, tank që të funksionojë domethënë, jo tank. Ajo sken. Pra, kote kemi ChatGPT. Ajo sken e gonë ne e dim është sjell një jetë për propagandë. Nuk po e përmend për
për ta glorifikuar, për ta ngritur në piedestale atë skenë. Po them, atëherë kishin buxhete që nuk e vriste kokën e regjizori për gjetur parat. E vriste kokën për të qenë brenda kontureve, brenda censurës, ndërsa sot duhet gjesh parat. Atëherë Shqipëria ishte vetë një skenë e madhe atëherë në këtë kuptim. Po unë do thoja që nuk është keq të themi që shteti duhet ketë edhe ndonjë tankore, e kupton? Duhet ketë edhe ndonjë avion, edhe ndonjë ndërtese që të mbrohet, se kanë fjalën për propagandë, apo jo. Të mbrohet se kujt dihet plas lufta tash. Në kohë luftra jemi. Ne na duhen për filma. Na duhen për luftë, jemi kundër luftës. S'bën mirë. Si nuk i futem këtë diskutimin se jam ignorant te kjo pjesa e mbrojtjes edhe nuk e di, domethënë po këto bunkierët kanë diçka kinematografike edhe nostalgjike. Pra, ja, urdo. Kanë ngel diçka që mund ta përdorin besoj. Unë për shembull tani që e kujtoj, se ma sot në mendje me aq memorje sa kam, dhe kam memorien shumë cop, po kujtoj që aty afër shtëpisë time ku unë jam rritur ka qenë edhe reparti ushtarak. Edhe ne shkonim gjithmonë me pjesën tjetër të fëmijëve të lagjes, me motrën, me vllajën, edhe shkonim tek ato bunkerët, po ishte ndjesi shumë realisht kështu sikur ishte në një shesh xhirim edhe po përfshiheshe tek ato filma që janë bërë dikur për partizanët. E besoj. Shiko, qëndrojmë akoma në nostalgji. A ka ndonjë film për shembull që mund ta quajmë Gabimi yt i bukur, një film që të ka pëlqyer shumë, por sot do ta shihje ndryshe. Do ta rimendoja. Shumë pyetje e bukur, nëse referohesh filmave shqiptar për shembull, filma që duash ti shqiptar të huaj, më thuaj. Po tek të huajt ka plotë, sepse tek të huajt për shembull un kam parë me sy shumë cekët edhe ku ta di un filmat e Bertolucci, The Dreamers, sepse duke i thjesht si film erotik apo si një eksperiment erotik midis adoleshentësh, po sot kuptoj që ai trajton shumë gjëra të tjera, apo Barry Lyndon që nuk e kam kuptuar hiç kur e kam parë herën e parë, apo Clockwork Orange nga Kubrick. Ka plot, ndërsa Tete gjysmë nga Fellini nuk do ta kuptoj derisa të vdes, sepse tani jemi edhe shikues, tani ne jemi njerëz që ai kërkon një lloj formimi, edhe këto që përmenda unë, unë nuk pretendoj që kam kuptuar Barry Lyndonin, do ta shoh derisa të shkoj, derisa të kem jetë dhe do ndryshoj mendim me shumë gjasa. Te filmat shqiptar kam ndryshuar opinion për vdekjen e Kalit, sepse shikoja me një sy komplet tjetër dhe sot që kam një tjetër këndvështrim për jetën këtu dhe jetën e dikurshme në Shqipëri, e shoh komplet ndryshe. Apo Zemra nënës, që sot më duket horror për shembull. Vërtet. Duket horror? E vërtet. Po ta shohësh është edhe për shkak të xhirimit edhe ngjyrave që ka. Po edhe më vjen keq ajo është në atë cilësi. Po bashkëbisedimi me kukullat që ka Tinka aty. Po shumë, ai është shumë i thellë. Shumë i thellë. Po dhe horrori mund të jetë shumë i thellë, kështu që ka horrore që janë jashtëzakonisht thella dhe ai është fix horror kështu everyday life, një nënë e braktisur e lën harrest. Po, dhe unë mendoj që bën shumë sens dhe një nga gjërat që mua më pëlqen shumë te filmat e dikurshëm është që sot po ti vendosësh në këtë kohë ku ne po jetojmë, bëjnë shumë sens. Aplikohen super. Jo, Viola, nëse vurem ose dëgjove me vëmendje, Erioni përmendi filma që janë në kapërcyll të dy kohëve, nuk janë filma të asaj kohe tamam. Pra janë filma të 90-s, të mos gaboj, Vdekja e Kalit, po edhe i 91 vdekja e Kalit, Zemra nënës është çik më vonë akoma. Janë Alba Filmi, janë kinostudio. Po, janë filma në kapërcyll të dy sistemeve dhe skorjet e kinostudios. Dhe mua kjo më bëri përshtypje, pse të kanë lënë breza? Pse janë të pa kuptueshëm ose ti ke perceptuar tjetër kuptim kur i ke parë dhe tjetër kuptim tani kur i rishe? Po sepse atëre i kemi parë shumë herët, është problem, domethënë se ti po të shohësh që 12 vjeç vdekjen e Kalit, do të lër trauma, nuk është se do kuptosh një gjë apo Zemrën e nënës. Ja, akoma ato naivitetin e fëmijës për ta parë sipërfaqësisht, atë pa hyrë në të thella. Do ishte pretencioze, domethënë që unë thoja, kam kuptuar, që s'kam kuptuar asgjë kur e kam pa, më ka lënë trauma. Më pëlqejnë ato filma sepse janë filmat e parë autor në Shqipëri, janë filmat e parë me grimca autor dhe kur them autor, për shembull te Vdekja e Kalit, ka momente, ka sekuenca, ka tranzicione ku ne shikojmë punë të mirëfillt autor, pra një kal që po ekzekutohet në ëndrat e timos. Apo po shikojmë ato gjethet e trëndafilave që bien, ndërthurja me muzikën dhe sekuencat e shpejta që
janë kinema e pastër autor. Unë do fusja tek kjo kategori filmash për shumë dhe Kolonel Bunker që është pak më vonë. Po, patjetër. Këta janë filma shumë të mirë që patën fatin të bëheshin me atë kast të mrekullueshëm aktorësh pa censurën se komunizmi kishte rënë. Dhe i mbjetuan, po themi, dhe pastaj bëhet ajo që bëhet me se do kemi mundësi të flasim. Ka patur dhe disa tjerë, se s'përmendëm disa tjerë, po Gjoleka djalja Bazit është i mirë. Po, i 2006, Bota është i mirë. Po. Kështu që unë ti dhe Cassandra, unë nuk do e hidhja poshtë sepse ka shënuar shumë. Jo, sigurisht jo. Besoj, madje unë ti dhe Cassandra është guxim i madh për t'ia thënë në sy asaj shoqërie se çfarë ishte duke ndodhur në atë kohë, t'ia përplasësh në sy përmes artit, edhe besoj kjo është forma më e bukur që mund të marr arti. Nëse do kishe, më fal. S'ka gjë. Nëse do kishe mundësinë të zgjidhe vetëm një nga këta filma, pra, nga këta që ne përmendëm për ta parë gjatë gjithë kohës, edhe për ta sjellë në çdo epokë, në çdo sistem, nëse do ndryshojnë do cili do ishte? Vitet e pritjes. Vitet e pritjes. Vitet e pritjes është i vitit 92, një vit apo i 90-s, më duket i 90-s. Afër me vdekjen e Kalit, edhe është filmi Esat Musliut me Xhevdet Ferrin, të jashtëzakonshëm, domethënë është bashkë me bashkëshorten aty, ai pak e din, me Birçe Haskon që ne humbëm profesorin para pak ditësh dhe është shumë lajm i trisht për historinë e kinemas. E vërtet. Pastaj filmi ka vetëm kast mirë, Raimonda Bulku, Artur Gorishti është aty, ka shumë aktor, Stavri Shkurti. Nuk po përmend castin, nuk do përmend regjisorin, nuk do përmend skenarin që është i Teodor Laços dhe quhet Lëndina Lotëve, vjen nga libri jashtëzakonshëm, po pse është i rëndësishëm për ne dhe do jetë për gjitha brezat. Trajton emigrimin, trajton largimin, trajton mënyrën se si disa njerëz na detyrojnë të largohemi nga ky vend, se ne nuk largohemi nga vendi sepse është i shëmtuar, ne largohemi se ka ca njerëz që ta bëjnë jetën të pamundur. Dhe këtë trajton Vitet e pritjes dhe trajton në mënyrën më artistike të mundshme. Aty është Ilia Shyti, komshi imi që më kam pas nderin më ka rritur, profesori Ilia që është ka qenë një nga artistët në mos gaboj ndër të parët që është vlerësuar me dekoratën artisti i popullit dhe ka më shumë role se çdo aktor tjetër në historinë e kinemas shqiptare, por nuk ka role kryesore, ka kështu role jo protagoniste në sekuencën e parë ai e nis filmin duke i thënë Nipit deri këtu të mbajta unë, tani ti do mbash veten dhe do na mbash dhe ne, dhe kur të kthehesh mua s'do m'gjesh. Kjo është shumë e dhimbshme. Çfarë ndan një gjysh nga Nipi në këtë mënyrë? Ndajnë ca njerëz që janë në Shqipëri, nuk janë në Mars. Kupton, dhe këtë trajton ky film dhe trajton rikthimin e këtij Nipit, rikthimin në një fshat ku po tridhen të gjitha ato viçat për treguar që nuk ka më meshkuj në këtë fshat, domethënë. Kanë ikur meshkujt, e jep me simbolik në film Esat Musliu që është i mrekullueshëm. Muzika është fantastike gjatë gjithë kohës dhe filmi na jep një mesazh shumë të mirë se filmi mbyllet duke thënë po ne s'do ikim më jashtë, do rrim këtu. Ç'a kemi këto dy krahët tona, po kaq mjaftojnë. Nga kjo do ta nisim. Nuk do presim tani ne që të vijë një Deus ex machina këtu të rregulloj gjithçka, domethënë ç'a mungon dhe ne t'i gjejmë gjërat gati. S'funksionon kështu, ne e dimë që është keq, po ç'a do bëjmë? Do ikim prap? Domethënë kjo është një temë që te ne nuk do skadoj dhe unë jam i bindur dhe Shqyqyr Arkivi e ka remasterizuar shumë mirë, e kanë përkthyer gjithashtu titruar ka titra në anglisht edhe për turistët dhe është patjetër trashëgimi kulturore që unë do e marr me vete deri në varr. Bukur. Mirë, qëndrojmë pak te kallësinë e Klozet. Çfarë është një klub libri, klub filmi, një laborator kinemaje apo një do të thoshë laborator drogë. Apo një akt dashurie me kineman, çfarë është? Është akt dashurie, është klub filmi që ekziston në gjithë Europën dhe unë këtë lloj formule e kam parë kudo që kam lëvizur në ato lëvizjet e mia modeste dhe pata luksin në një moment tjetës time që ta merrja përsipër këtë rrezik për të hapur një dyqan fizik që komuniteti filmdarësve të vihet në kontakt me njëri tjetrin dhe të konsumojnë një film ashtu siç duhet konsumuar, po sidomos ta flasin, sepse sot nuk është e rëndësishme të shohim një film, sot ekranin e kanë gjithë, sot filmat po i shohin në telefon që është herezim vete dhe është temë vete kjo. Po një pikë konkrete me njerëz që e duan kineman dhe një vend që evokon, që e thret kineman 360 gradë, se aty nuk flasim vetëm për filma shqiptar, po flasim për animen japoneze, flasim për filmat e neorealizmit japonez, francez, flasim për filmat italian, flasim për kineman hollywoodiane sepse është
nuk është e pamundur të mos e marrim konsiderat dhe është shumë e nevojshme për një Tiranë që nuk ka asgjë të tillë në lidhje me kineman. Kështu që mund të themi është një është një kinema e vogël. Një ishull i vogël për njerëzit që duan që duan kineman, që mos është kinema e vogël apo jo? Jo, nuk është kinema dhe është në funksion të kinemas, është një klub filmi, sepse kinema nuk kupton një sallë. Ne aty kemi një dhomë e gon me 13 vende maksimalisht, është një eksperiencë intime me një projektim në 4K, cilësi shumë të mirë, unë e kam bërë si për vete me një perde 3 metra, pra ti je në një dhomë të vogël, por je i zhytur në ekran dhe ke një audio 5.1 600 watt që përfshin dhe ti aty e ke përvojën, e merr përvojën e kinemas. Po ti kur e shef filmin në shtëpi në laptop, ti mund thuar që ti di për mbajtjen e filmit, po ti nuk e ke përjetuar filmin. Jo, tani ne nuk mund të shohim as filma sa kanë prodhuar regjisor si shohim do të gjithë në kinema, ose vërtet. Do ishin kinema super biznesi suksesshëm, po. Por se doja ndalesh aty tek ajo që the që në film telefon. Cila është e keqja? Pra, mua nuk më intereson realisht ku dikush e sheh filmin, për sa kohë është konsumatori i filmit. Mund ta shoh në kinema, mund ta shoh në telefonin e tij, mund ta shoh në laptop, mund ta shoh në televizor, por për sa kohë është konsumatori i tij në çfarëdo lloj forme, kjo vlen.